إنهم الرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح. Kyshën bu këtu? Po. Ya'lemu. 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 Kjo? Ya'malu. Kjo, t'i lojnë pak shikuesit, lexon e shikues, mundoni vetë me lexu, edhe çdo shembull që e thojmë, lexoni jo, mundoni me lexu vetë, me marr pjesë në këtë ushtrim. Këtu? Yarghabu. Po? Yarghabu. Yarghabu. Ghajnin mirë shqiptoje se sa më mirë, sa më qartë, sa më arabisht del. Yarghabu. Mirë, kjo? Ya'rifu. Ya'ain, ya'rifu. 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 Bravo. Këtu? Yasribu. A është kjo sada? Që është kjo? Cila shkruaj është? Cila gjermë është? Që në mirë? Dad. 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 Se dad të pikën e ko? Po. Sadi ke pa pikë, parë zë lexova same, pa pikë, kjo me pikë. Po. Yadribu. Që dadin mirë, yadribu. Po. Që është? Yadribu. 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 Bravo. Këtu? Ya'lamuna. Ya'lamuna. A mundësh vllai nderuar Esmerald me në zbërthytash këto, për shka e lexove ya'lamuna, pse nuk e lexove ta'lamuna, apo ya'lamena, apo ya'lamina. Po. Shkronja e parë është shkronja je, e cila është me fetha. Po. Që bëhet ja. Ja. Po ajni. Ja. Ajni është me sukun. Sukun ja. Ja. Lam. Të kemi lemin me fetha. Ya'la. Ya'la. Kemi mimin me damme. Edhe pastaj është vavi. Vavi, që zgjatet. Ya'lamu. Me zanore gjatë, apo? Me zanore gjatë, po. Ya'lamu. Ya'lamu dhe kemi nunin me fetha që bëhet ne. Po. Dhe këtë fjala shkon ya'lamuna. Ya'lamuna. Bravo, shumë mirë e ke zbërthyer dhe shumë mirë e ke shpjeguar. Kjo? Ya'maluna. Ya'maluna. Këto ya'maluna ata veprojnë. Ya'maluna. Këto? Yarghabuna. Yarghabuna. Bravo. Këto? Yarrifuna. Edhe njëherë. Lexoj edhe njëherë. Lexoj veç mirë shqiptimin. Po. Ya'rifuna. 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 Mirë, ajnin shqiptoj mirë. Po. Këtu? Këshyri shkronjit mirë. Po. Cila shkronjit para, e dyta, e treta, e katra, pjesë, e katra, fund dhe fundit. Dhe këshyri të në shkëshenjë ki këtu. Po. Këtu të në shenjë. Yaqdiruna. Yaqdiruna. Bravo. Po. Këtu? E ki dy fjallë. Po. Kejfe. Kejfe, po. Yaqulu. Yaqulu, se je me fetha. Po. Edhe kafi me dome, pas kafit jenë më njëherë. Vavi. Vavi, që simbolizon zanorën e gjatë. Po. Yaqu, edhe lam me dome, yaqulu. Po. Një këtu. Kejfe tekulune. Kejfe tekulune. Mirë, shumë, shumë mirë. Po. Tekulune, bravo. Këtu?
kujdes, ngadal. Edhe shikuesit mundohen me lexu tash. Fillimisht këtë fjalë këto. Seife. A është kjo ja është wow? Të shkruajmë kjo. Wow. Po, çish lexohet? Me sukun rove, po. Po. Këtu fetha, më pas qenë këtu, tash këtu, më pas qenë një dome, që shi lexu? Sufe ish lexu. Po. Ha, mu tash kemi këtu, e kemi fethana, po. Sefe. Jo, po wow i lexohet, habib. Saufe. Seufe, se Jo wow seife, po. Po dhe wow është kjo me sukun. Më para e kemi këtu fethan. Prandaj këtu është me lexu normal, seufe. Tamam. Saufe. Ya'lamuna. Ya'lamuna, mirë. Si lexohet kjo? Fasawfa. Fasawfa, po. Kjo? Nahnu. Po. Narzuqu. Nahnu narzuqu. Shumë mirë. Këto? Nahnu. Po. Wajadna. Nahnu wajadna. Po. Kjo? Nahnu. Po. Khalaqna. Ja, e lexoj mirë, habib. Khalaqna. Ta e grit nuk bon, habib. Po. Andaj shumë e rëndësishme dhe jo shikues të nderuar që po përcjellni khan pa tjetër me gryth fytin. Po. Pa tjetër do e mos e keni me gryth fytin edhe nuk bon ndryshe me vazhdu. Nahnu khalaqna, edhe këtu kafin mirë me shqiptu. Po. Kafin, hajn, gjermat e vështira të ronda që janë të forta, shikoni që ti shqiptoni në mënyrën më të mirë, më të saktë, sepse kur ta shqiptoni në këtë mënyrë më të saktë, atëherë del edhe arabishtja juaj del më e mirë. Po. Këtu, domethënë, është një rëndësi shumë e madhe. Nahnu khalaqna. Nahnu khalaqna. Nahnu khalaqna. Nahnu Ja, ti po khalaqna. nahnu po thu. Ti këtu nuk ki khabe, këtu ki ha. Po. Nahnu. Nahnu Qashtu. Khalaqna. khalaqna. Bravo. Tash e tha mirë. Tu? Nahnu qasamna. qasamna. Nahnu qasamna. Nahnu qasamna. Zbërtheje. Pse lexove nahnu qasamna? Të kemi nunin Nunin me me fetha na. Kemi ha me sukun. Me sukun po. Nah. Nah. Kemi nunin me damme. Dame u. Me u. Nahnu. Kemi qaf me fetha. Ka, po. Qa. Se e rondër, pra dhe lexohet ka, nuk lexohet ke. Po. Kemi shkronjën sin me fetha. Qase. Apshe, ka, se. Po. Se kjo është e lehtë për shkronjave të buta. Po. Sin, prandaj se. Po. A kjo është për shkronja gjerma të ronda, të forta. Prandaj ka, bot a. Se. Që zanora është shkurt fetha, që është e, këtu të shkronja të forta, gjerma siç kemi thonë, po e përsërismi, sepse përsëritja bie vetëm dobi, është ka. Po. Ka, qasamna. Qasamna. Po, sepse nuni këtu në fund e ki me fetha edhe pastaj vjen një elif që simbolizon zgjatjen, zanorën e gjatë. Po. A. Qasamna, nahnu qasamna. Mirë. Lezoj këtu. Huwa. Huwa. Huma. Huma, po. Hum. Hum. Wahum. Wahum. Fahum. Fahum. Lahum. Lahum, mirë. Jo? Walahum. Walahum, kjo?
Anha. Anha. Po, kjo. Anhum. Anhum. Mirë, kjo. Minha. Minha. Hajtë zbërthejt është të. Pse? Minha. Atëherë kemi mimin që është me kesra, që bëhet mi. Kemi nunin me sukun, që shkon min. Kemi ha me fetha, minha, dhe elifin e cili është zgjatës i zanore zgjatëse. Minha, bravo. Minha. Këtu. Ilejha. Sepse ja është me sukun. Po. Ilejha. Këtu. Ilejha. Këtu. Ilejhim. Ilejhim. Kjo. Alejha. Alejha. Mirë. Kjo. Alejhim. Alejhim. Këtu. Si lexohet? Leke. Këtu. Lekum. Këtu. Ilejke. Ilejke. Mirë këtu. Ilejkum. Ilejkum. Alejkum. Alejke. Alejke. Këtu. Alejkum. Alejkum. Selamu alejkum. Po, assalamu alejkum. Alejke salatu wassalam, Rasulallah. Theme, Allahumma salli ala Muhammad. Këtu. Ente. Edhe njëherë. Ente. Mirë. Këtu. Ju shihni shikues të nderuar dhe ju merrni pjesë në ushtrimet. Tash këtu, përpiqeni vetë me thonë, pra se me thonë ki vëllai joni i dashur Esmeraldi. Këtu. Enkuma. Qështo? Enkuma. Entuma. Entuma. Mirë e kiti se të ka pru dyshim të dy pikat apo. Se mbi kafin e ki dy pika, ama e ki një rreth dvogël, më thoni. Kjo është të. Një kom blidhet e një farë, por ta shtu ki nuk ki, këto e ki te. Entuma. 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 Mirë këto. Entum. Mirë, entum, mirë. Këto. Kudhte. Kujdes pak. Se nuk është se dhela, këtë thonë që nuk lidhet, pas mund dhel nuk ish lidh, dhe ishon ma ndryshe pak forma. Kjo nun. Kunte. Kunte, bravo. Që këtu? Kuntum. Kuntum, mirë. Hajtë këtu? Wa in. Wa in, po? Kuntum. Kuntum, mirë. Këtu? Sarat. Sarat, mirë. Po. Sarat. Mos e lexoni saret. Se gabim është saret, se kjo rasht, që është me fetha. Që të kush është i përsjell, sarat. Sarat. Këtu? Zerat. Zerat, po, këtu? Da'at. Da'at. Po. Tabet. Tabet. Mirë. Tafet. Tafet. Mirë. Ahadhtum. 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 Khajnë du të pat qëtër, dojë mos Ahadhtum. me grith. Ahadhtum. Ahadhtum. Këtu? Amartum. Amartum. Mirë këtu? Shakartum. Shakartum. Shumë mirë këtu? Alimtum. Alimtum. A ki mundësi me mas bërthy tash këta? Po du me mas bërthy. Po. Atëherë kemi ajnin me fetha, që shkon aj. A. A. Po, shkurt. Kemi lamin që është me
me Kesra. kesra, Po, me kesra është i. ali, Ali, tani mimin me sukun, alim, po, kemi taf, jo te, te me damme, me dhamme, po, alimtu, alimtum, edhe mimin mimin fund me me sukun, sukun, alimtum. alimtum. Shumë mirë. Hasibtum. Hasibtum. Shumë mirë, elhamdulillah, elhamdulillah. Tash i përfundum ushtrimet me të gjitha shkronjat, me të gjitha germat, me të gjitha zanorët, të ato të shkurtra, fetha, dhamme, kesra, po edhe të gjata, elif i gjatë, do të thonë e a e gjatë, Vavi, ujën e gjatë, ujnë e gjatë. që kemi vavin përpara me dhamme, Po. mbi germën në paraprake, dhe me ijen e gjatë, që është je me kesrën paraprake ndër germën paraprake. Po. Më thonë, edhe me sukunin që e mësuam. Po. Tash do të thonë shumë fjalë keni mundësi edhe me i lexuar në Kur'an. Për këtë arsye, në mësimin e ardhshëm, me lejen e Allahut Azza wa Jall, do të hyjmë disa fjalë me i lexuar në Kur'an. Ju të nderuar që jeni duke shikuar, mësoni përsëritni këto mësime, keni mundësi me i kthy videot, do të thonë me i shikuar prapë prej fillim, derisa ti mësoni mirë. Edhe këto ushtrimet me i bëu me neve bashkë. Edhe tash, inshallah, me lejen e Allahut Azza wa Jall, në mësimin e ardhshëm, pra, që thash, që shpremtova, kemi me hy, inshallah, disa fjalë me i lexuar në Kur'an, pasi që tashmë jeni të gatshëm. Allahu ju rujt, Allahu ju nderoft, Allahu u lehtësoft, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. إنهم نرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح